Në Lazarat, fshati në jug të Shqipërisë, po zhvillohet një model i ri turizmi. Bëhet fjalë për atë që njihet si turizmi i komunitetit. Banorët të këtij fshati të vogël janë bashkuar kësaj nisme të veçantë, me qëllim për të promovuar sa më shumë zonën. Vizitorët që vinë këtu bëhen pjesë e përditshmërisë së fshatit. Njihen me traditën si atë të artizanatit, por edhe me muzikën tradicionale të zonës, si dhe produktet e gastronomisë. Një prej eksperiencave me të cilën njihen turistët është edhe ajo e përpunimit të leshit. Mësoj përpunimin e leshit, se si e filloj leshin, që na qetja, që na larja e leshit, na shtirja, na tjerja, na lëvrimi, derisa ja ngjyejmë. Banorët e kanë ruajtur këtë traditë dhe leshi ende punohet për të nxjerrë produkte të ndryshme. Kjo ka tërhequr vëmendjen e vizitorëve. Kjo është artë më vete. Dhe është një artë që ishte i haruar i lënë më njanë dhe filluam na sendetiket, na mëndafshet, na këto gjërat, po si leshi nuk krahasohet me asnjë gjë tjetër. Ata zgjedhin të ulen në tezgja dhe të punojnë me fijen e leshit. Nuk e njihja disa procese, por për shembull ky procesi këtu është mbase i fundit për të bërë atë perin, por është procesi edhe më i vështirë. Dhe unë ende s'po di t'ja marr dorën, domethënë s'po di akoma ta gjej teknikën e se si bëhet tamam. Ishte shumë e vështirë, madje akoma ka shumë kohë për perfeksion, por që është diçka shumë e veçantë. Është duket që sa përkushtim do kjo punë. Po ishte diçka e re, ne nuk e njihnim me detaje Lazaratin, vetëm çfarë kishim dëgjuar, po duke parë eksperiencën që kaluam këtu, mësuam shumë gjëra për Lazaratin. Një tjetër element që tërheq turistët është edhe gastronomia. Një prej produkteve bazë është djathi, i cili prodhohet në zonë. Banorët këtu i ruajnë ende receta tradicionale. Qepa e çobanit është një recetë me qep shëllir, kaçupi edhe me buk gruri. Dore, një tipik buk gruri e pjekur në hi, është një karakteristike jona. Si për shembull djathi kaçkavall i shkrir me kolaç nisri, edhe ky i pjekur në hi. Normalisht gjitha këto produkte ne mundohemi që të jenë sa më artizanale dhe sa më tradicionale, pasi kjo është ajo që ne duam të tregojmë. E kur ulesh në sofër, nuk ka si të mungoj kënga polifonike. Edhe kjo traditë vazhdon e ruhet ende sot, si një prej pasurive më të mëdha që ruhet edhe nga UNESCO. Është tjetër ta dëgjosh dhe tjetër ta këndosh se përjeton ndryshe. Sepse kënga labe vërtet të duket sikur jam mbledhur 5 veta dhe këndojnë. Po në momenti që harri dhe futi në të merr me vete. Qëllimi i kësaj nisme të veçantë është që Lazarati të jetë pjesë e paketave turistike. Lazarati nuk është thjesht ajo ana e errët që e njohin të gjithë. Është një pjesë që ne as e mohojmë, as e fshehim, por historia nuk mbaron aty. Lazarati ka qenë dhe para asaj pjese dhe vazhdon të jetë. Pra Lazarati është shembulli i një fshati të transformuar, i një fshati që ka përbazë mikpritjen, ka përbazë traditën dhe është gati që të hapi dyrë dhe të mirëpresi turistët nga e gjithë bota. Një iniciativë e tillë për të zhvilluar turizmin e komunitetit mbështetet edhe nga organizata ndërkombëtare Planetera.